E para që është edhe më e rëndësishme, nështë edhe subjekti ma ka mundësu shumë që e kini garanci në të ardhmen, nëse dënë me ardhë me investu në Kosovë, pa marrë parasysh shka, si diasporë, si mërgatë që shenë, e kini garanci edhe aliancat që e ofrën me idenë e antarësimit Kosovës në atë. E shë që është pika e parë në atë aspekt, që ta jep të një garanci si investor me ardhë me investu qëtu. Gjendin aktuale që e kemë është të mërshme të më, nuk të në të njëri gjallë me full, me dikanë edhe me full, me ofru mundësi me ardhë me investu, po veç mi largu, me atë frikën, me tentu, me atë frikën, me shtite njerë që këtu nuk bëhet, këtu jena të rezikum, në Kosovë është rezikum pej Serbisë pa marrë parasysh në çfarë lloj drejtimi. E pika e parë është më e rëndësishme që kjo. Pika e dytë që unë është ndërlidhja mes bizneseve shqiptare në Kosovë dhe aty në Mergat. Është shumë e udhës, më nalë edhe me punu bashkë. Në çdo lami, në çdo drejtim, pa marrë parasysh, atje janë njerëz që po tentojnë me mri në mënyrë vetanake shumë. Në vitet e fundit, domethënë, e kom pa edhe një ndryshim në shtatë shqiptarët atje shumë të madh që po tentojnë edhe me bë biznes bashkë njëri me tjetrin. E kemi shumë kompani në rrethinën e Nürnbergut ku jetojnë që janë të gatshme me punu me njëri tjetrin, me çu projektet te njëri tjetri mos më na lëmë na ik për shembull pe rrethet ku shqiptarët veprojnë. Edhe e shoh si pikë e dytë më e rëndësishme që për ku hen edhe domethënë edhe mësimi dual që të ardhmen e afërt na shta kisha tentuar me ndryshu direkt çfarë qasje. Me mësimin dual, me tentu që 3 tonë mos me tentu veç çdo njëri me pas një diplomë ose një synim me studiu diçka po edhe me zanate domon po. Bravo, një zanat, një shkollë profesionale që është e dobishme për qytetarët. Në mundë me thonë çka dojnë, po janë shoqënia që përfiton pikë këtyre zanateve. Njerëz që dojnë një punë caktuar, edhe punojnë me vullnet edhe kanë përfitime, duhet me tentu me shty me mbështet si shtet. Zakonisht, diaspora është në fokusin qendror të vëmendjes këtu në Kosovë, kryesisht në kohë zgjedhjesh. Sa mendoni se është e drejtë, domethënë që Kosova i ka në vëmendje, e flas këtu në rrafshin institucional, diasporën vetëm në kohë fushatash. E kom përmend edhe unë ato këtë punë si sa. Diaspora apo gjithë si një tendencë për me përqa domethënë edhe subjekte politike ose me përqa popullin, ty e votu një parti caktuar, por nuk është ashtu se diaspora është edhe ajo e përcaktuar me partitë e Kosovës që e përcakton realitetin ndoshta në Kosovë. Bravo, që ata shohin që vëllai ka punuar të mirë. Që është ka punuar të mirë dhe kur nuk ka tentuar dikush pe asnjë partive të kaluarën, që unë shoh që Aleanca ka marrë shumë seriozisht me disa kandidatura për diasporë, që me tentu me pas përfaqësuesna. Edhe që aty një përfaqësues mujna direkt m'ja tregu ose m'ja shfaq brengat problemet që ata i kanë. Ka lloj brengash ose probleme që i preokupojnë edhe nuk merret kërkush me ta. Kur e kemi një